Në varrezat e qytetit të Vlorës është hapur një parcelë e re për varrime pas ezaurimit të plotë të parcelës së mëparshme. Sipas burimeve zyrtare, vetëm gjatë 2 muajve të fundit janë regjistruar rreth 200 vdekje, një shifër kjo tepër shqetësuese. Kjo rritje e ndjeshme e numrit të vdekjeve ka sjellë mbushjen e shpejtë të parcelës së vjetër, duke detyruar hapjen urgjente të një hapësire të re për të përballuar fluksin, por edhe parcela e re duket se do të shkojë drejt mbushjes me një ritëm të lartë. Parcela e re e varrezave të qytetit të Vlorës tashmë hapet, ndërsa ajo është mbushur thuajse. Pas meje janë edhe varret e rinj të kësaj parcele, ndërsa në 2 muaj ajo është mbushur me 200 varre të rinj, çka do të thotë se kemi një shifër të lartë edhe të personave në Vlorë që ndrojnë jetë. Sipas burimeve zyrtare, bëhet me dije se vetëm muaji gusht ka patur një shifër më të lartë të vdekjeve, gjë që ka sjellë edhe mbushjen e parcelës së vjetër, e cila tashmë është mbyllur për t'i lënë vendin parcelës së re. Por me këto ritme të vdekjeve në qytetin e Vlorës, duket se edhe parcela e re, e cila është hapur në muajt e fundit, do të mbushet shumë shpejt, gjë që i del më pas detyrë Bashkisë së Vlorës të mendojë për hapjen e një parcele tjetër. Ka ditë kur në qytet regjistrohen deri në 7 vdekje në 24 orë, një statistikë e rëndë që ka shqetësuar banorët dhe institucionet përkatëse. Megjithatë, kjo e martë ishte një përjashtim. U regjistrua vetëm një varrim, duke sjellë një moment qetësie në një periudhë të mbushur me dhimbje, ndërkohë që nuk ka ende një deklaratë zyrtare për shkaqet konkrete të kësaj rritjeje. Autoritetet shëndetësore pritet të hedhin më shumë dritë mbi situatën në ditët në vijim, ndërkohë qytetarët e Vlorës përballen me një realitet të trisht që i kujton se jeta është e brisht dhe e çmuar.